Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21 me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulen Agjiu ka paralajmëruar se seanca konstituive e kuvendit do të mbahet në fillim të muajit gusht. Ajo ka bërë thirrje partive politike që deri atëherë të intensifikojnë bisedimet dhe të arrijnë një marrëveshje politike me theks të veçantë te zgjedhja e presidentit të ri të vendit. Në fillim të muajit gusht, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulen Agjiu ka premtuar se do ta thrasë seancën konstituive të kuvendit. Deri atëherë ajo shpreson se partitë politike do të arrijnë një marrëveshje, e cila do ta përfshinte edhe zgjedhjen e presidentit të ri. Agjiu rikujton se pas konstituimit të kuvendit, fillojnë të rrjedhin afatet kushtetuese 6 ditore për zgjedhjen e presidentit. Nëse brenda këtyre afateve nuk sigurohen votat e nevojshme, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje të parakohshme. Por UD presidentja siç duket nuk I ka parë kërkesat e deputetëve për mos zvarritje të seancës. Së pari unë nuk kam parë kritika nga deputetët e partive opozitare apo nga lëvizja vetëvendosje. Kam parë kërkesa nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat më kanë kërkuar që sa më parë të thrasë seancën konstituive. Afati kushtetues është deri më 7 gusht. Dhe në fillim të gushtit do të ketë seancë konstituive. E kam vlerësuar që t'u jap partive politike kohën në dispozicion në mënyrë që të mbrimte një marrëveshje që sapo pastaj të konstituohet Kuvendi I Republikës së Kosovës të mos ketë nevojë që të presin 60 ditë për të zgjedhur presidentin. Ditëve të fundit janë shtuar kërkesat e deputetëve të ish opozitës që seanca konstituive të thirret pa vonesa. Deputeti I PDK-s Jakub Nura thotë se zvarritja e mbajtjes së seancës ka vetëm një arsyetim. Shihet qartë që partia fituese tani me vetëvendosje nuk I ka numrat për t'i krijuar institucionet e vendit. Edhe një fakt tjetër është I cili e vërteton një diçka jashtëzakonisht të rëndësishme që vetëvendosja tani më e ka humbë besimin e partive tjera ose partive opozitare që t'i bashkohen partisë fituese që t'i krijojë institucionet. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulen Agjiu tha se është në dieni për qëndrimet e partive politike se LDK-ja ka pezulluar takimet me kryeministrin në detyrë Kurti. PDK-ja e ka bërë të qartë se synon të mbetet në opozit, ndërsa AAK-ja ka refuzuar ftesën për takim. Megjithatë, ajo beson se përpjekjet për dialog duhet të vazhdojnë. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar si me thënë takimet për të arritur një marrëveshje, ftoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takimet. Agjiu kërkon vazhdimin e dialogut mes partive politike, por refuzon të komentojë një status të nënkryetarit të LDK-s Lutfi Haziri. Presidente, është një postim I fundit të nënkryetarit të LDK-s, I cili thotë që LDK-ja është partia e idealistëve, PDK e kryen grefisëve, dërsa vetëvendosje e të pakënaqurve. Si e komentoni këtë deklaratë? Nuk e komentoj fare se si shpunimi atë komentoj deklarata të tilla. A I një ofer një marrëveshje me LDK-n apo janë larguar? Ju e dini shumë mirë që përpjekja serioze e kryeministrit Kurti po vazhdon. Kryeministri Kurti ka ftuar partitë politike për këtë qëllim, por LDK I ka pezulluar. Sipas kushtetutës, seanca konstituive duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga certifikimi I rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe formimin e qeverisë nevojiten të paktën 61 vota, ndërsa presidenti zgjedhet me të paktën 80 vota në 2 raundet e para të votimit. Politologu Albinot Maloku vlerëson se pa një marrëveshje politike për formimin e institucioneve Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja. Ai thotë se përgjegjësia kryesore I takon lëvizjes vetëvendosje për të ndërtuar konsensus, ndërsa e konsideron të papërshtatshëm pezullimin e bisedimeve nga ana e LDK-s. Nga fjalimi I zotit Abdigjiku, ai me vullnetin e tij I la pesh lidhjes demokratike të Kosovës, thua që gjithë faji për mosformimin e institucioneve të Republikës Kosovës është I rrjedhave të ndodhura në lidhjen demokratike të Kosovës, që unë nuk besoj për faktin që lidhja demokratike e Kosovës është vetëm një subjekt politik në vend,
dhe nuk është me kapacitetin që ka, nuk është promotori i shtyrjes së bërjes së mosbërjes së emisioneve. Është subjekti i parë politik i cili konsideroj që duhet të gjej energjinë dhe të manovroj maksimalisht që të provoj edhe me subjekte tjera politike për gjetjen e rrugë zgjidhjes në mënyrë që Kosova të mos shkojë prapë në një proces zgjedhor. Në anën tjetër, pa një marrëveshje politike, subjekti i parë me dominancën e numrave në Kuvendin e Republikës së Kosovës mund të konstruojë kuvende dhe bëjë qeverinë. Rekomandimi ka qenë që të kemi një marrëveshje politike paraprakisht në mënyrë që çështja e zgjedhjes së shefit shtetit mos jetë pengesë e cila do të prodhohet pas përfundimit të këtyre dy proceseve, gjithsesi krejtësisht kushtetuese dhe ligjore. Mirë po, për arsye të mos pasë kësaj pengese është rekomanduar që të kishte një marrëveshje. E njëjta nëse nuk bëhet, atëherë Republika e Kosovës potencialisht mund të shkojë në zgjedhje. Deklaratat e ministrës serbe Snežana Paunović për spastrimet etnik të shqiptarëve kanë shkaktuar reagime të forta në rajon dhe më gjerë. Retorika e saj është dënuar edhe nga ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha, i cili bëri të ditur se këtë çështje ja ngriti ballë për ballë homologut serb gjatë një takimi në Washington. Ndërkohë, ndaj ministrës serbe janë ngritur dy padi për nxitje të urrejtjes dhe përçarjes, ndërsa deklaratat e saj po shihen si dëshmi e vazhdimësisë së narrativës së Beogradit ndaj shqiptarëve. Ministrja serbe Snežana Paunović është duke u përballur aktualisht me dy padi për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit në Kosovë, si dhe kërkesë për shkarkim në Kuvendin serb për shkak të deklaratës së saj ditë më parë për spastrim etnik në Kosovë. Ajo nga Ministria e Brendshme u shpall personi pa dëshirueshëm në Kosovë, ndërsa Ministria e Drejtësisë ngriti padi për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit. Reagoi edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha gjatë një takimi me homologun e tij serb në Washington. Nënvizova nevojën për të refuzuar pas një mëdyshi retorikën që nxit tensione, minon stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal, si dhe bie ndesh me frymën e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe vlerave europiane. Ndërkohë, për deputetin e Kuvendit të Kosovës nga vitet e 90-ta, Muharrem Shabani, deklaratat e ministrës serbe për spastrim etnik të shqiptarëve nuk ishin të habitshme. Sa ishte, siç tha, reagimi i zbet i bashkisë ndërkombëtare me përjashtim të Britanisë së Madhe. Shabani tha se deklaratat e ministrës serbe të bëra ditë më parë tregojnë mentalitetin e pandryshueshëm të fqinjit verior të Kosovës, derisa pati një mesazh për institucionet në Kosovë. Ne na duhet që me aleat, me miq, mos kujtojmë se ne vetëm mund të qëndrojmë në menjanimin e gjithë tyne turrave ndaj Kosovës, por duhet jemi mendoj koordinuar me aleate dhe me miq, sidomos miqtë amerikanë. Se sot në Evropë but u reaguar ndaj kësaj deklarate. Pas reagimeve të shumta të bashkisë ndërkombëtare, presidenti serb Vučić tha se Beogradi zyrtar distancohen nga deklarimet e ministrës. Megjithatë, për deputetin e vetëm shqiptar në Parlamentin e Beogradit, Shaip Kamberi, i cili tashmë ka dorëzuar kërkesën për shkarkimin e saj nga posti ministror, pavarësisht deklarimeve të presidentit serb Aleksandar Vučić për distancim nga qëndrimet e Paunovićit. Përpjekjet për relativizimin e tyre tregojnë sipas tij se një pjesë e establishmentit politik serb nuk është shkëputur plotësisht nga trashëgimia politike e viteve të 90-ta. Në fakt edhe Vučić edhe Dačić janë zbet politik të liderëve si Milošević dhe Shesheli dhe nuk mund pritet diçka më konkret nga një establishment i tillë që të servi për vite me radhë, po e mohon politikën genocidale që ky shtet e ka udhëhequr vitet 90-ta. Drejtori i Institutit Ndërkombëtar të Sigurisë me seli në Beograd, Orhan Dragash, në një shkrim të tij thotë se Snežan Paunović bëri më shumë se sa ofendoi shqiptarët. Dragash ka shkruar se në luginën e Preshevës jetojnë sot mbi 62.000 shqiptar dhe siç thotë, pas fjalëve të Paunović, çdo shqiptar në Serbi ka të drejtë të pyesë nëse një antar i qeverisë së Serbisë e konsideron atë si qytetar të barabartë apo si dikë që një ditë mund t'i tregohet rruga për në kufi. Për ekspertin antiterrorizmit Kol Krasniqi, qëndrimet e ministrës serbe paraqesin orientimin e Partisë Socialiste Serbe në raport me Kosovën. Dhe natyrisht mbi gjitha unë besoj se kjo deklarat ka pas edhe për qëllim që ta teston reagimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se deri ku mund të shkoj me retorika dhe me aktivitete provokative administrata serbe në raport me Kosovën. Ndërkohë, komisionera për zërim e Bashkimit Evropian Marta Kos përsëriti dënimin e saj ndaj deklaratës së ministrës të qeverisë serbe, duke shprehur habin që ajo vazhdon të mbetet ministre.
Për deklaratat e ministrës serbe Snežana Paunović, dorëzoi kallëzim penal edhe avokati kosovar Gend Gjini. Lënda u deponua në Prokurorinë Speciale të Kosovës për nxitje të urrejtjes dhe cënim të rendit kushtetues. Ai kërkon që rasti të mos mbetet vetëm në institucionet e Kosovës, por të përfshihet edhe Interpoli. Avokati Gend Gjini ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës ndaj ministrës serbe Snežana Paunović, duke i cilësuar deklaratat e saj si tetë shqetësuese, të cilat nuk duhet të tolerohen pa u ndëshkuar. Ai madje kërkoi edhe flet arrest ndërkombëtar për të. Ky veprim i saj neve na shqetëson dhe na brengos, sepse duhet ditur se kjo ministresh është në qeverinë aktuale dhe mban pozitë të ministrësh. Dhe në momentin se një pozitë një ministresh që flet një pozitë të tillë, kjo na cenon neve dhe na drejt për drejt na rrezikon për të urrëjetësuar politika e saj për spasimin etnik ndaj shqiptarëve. Andaj ky kallëzim penal, ndër të tjera ngërthen se në këtë rast domosdoshmërisht duhet të involvohet edhe faktori ndërkombëtar, këtu si Interpoli, dhe ndaj kësaj ministreshë të pandërgjeshme, shoviniste, të iniciot procedurë e flet arrestit ndërkombëtar. Dhe në momentit e kapjes së saj, ne sigurisht do të kërkojmë ndihmë edhe nga misioni OKB-s dhe NATO, sepse duke ditur se ajo flet për spastim etnik ndaj shqiptarëve, duhet ditur se NATO-ja neve na ka shtruar edhe nga spastimi etnik që na ka bërë regjimi gjakatar i Miloševićit. Ndërkaq shpallja non grata të saj nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, avokati Gjini e cilësoi si një vendim qesharak. Republika e Kosovës ka marrë një nismë ligjore për ta shpallur non grata. Kjo është qesharake në raport me pasojat dhe rrezikshmërinë që ka paraqit ajo për neve si popull dhe që cënon rendin kushtetues dhe publik dhe na kthen. Unë do të kërkoj që Prokuroria Speciale të aktivizohet, të kërkoj ndihmën e FBI-t, të kërkoj ndihmën e Interpolit dhe e njëjta të kapet sa më parë. Të njëjtën është dorëzuar edhe kërkesa zyrtare për shkarkimin e Paunović nga pozita e ministrës në Serbi. Në këtë kohë, kur retorika serbe ndaj Kosovës shpërsohet gjithnjë e më shumë, dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet pezull. Washingtoni ka bërë të qartë se procesi nuk do të nisë pa përmbushjen e zotimeve të Kosovës, përfshirë edhe ato ndaj komunitetit serb. Analistët politik vlerësojnë se vonesat lidhen edhe me qasjen e qeverisë në detyrë ndaj gazit amerikan. Ambasada e SBA-s në Kosovë i tha radio-televizionit 21 se një bashkëpunim i thellë mes SBA-s dhe Kosovës kërkon që të gjitha institucionet në vend të jenë të konstituara dhe plotësisht funksionale. Sipas saj, dialogu strategjik nis kur kushtet të jenë të përshtatshme dhe nga ky proces, tha ambasada në përgjigjen përmes një zëdhënësit e saj, do të përfitonin të dyja vendet në fushat si energjia, siguria kibernetike, mbrojtja, sektori i teknologjisë dhe infrastrukturës. Një bashkëpunim i tillë i thellë kërkon që të gjitha institucionet qeverisëse të jenë të konstituara dhe funksionale plotësisht. Për të rinisur planifikimin e një dialogu strategjik, ne duam të shohim hapa konkret nga qeveria kujdestare për të çuar përpara qëllimin tonë të përbashkët për forcimin e paqes dhe stabilitetit si bazë të prosperitetit të ndërsjellë ekonomik, duke përfshirë përmbushjen e angazhimeve nga ana e Kosovës në lidhje me serbët e Kosovës. Dialogu strategjik ishte pezulluar në shtator të vitit të kaluar për shkak të siç është thënë qasjes së qeverisë në detyrë ndaj institucioneve serbe që funksiononin në Kosovë, si dhe ndaj institucioneve të drejtësisë, të cilat sipas SBA-s kishin rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë. Duke përmendur kushtet të cilat sipas tij po i kërkon SBA-ja, analisti politik Afrim Kasolli thotë se një faktor tjetër për mosnisjen e dialogut strategjik është edhe çështja e gazit amerikan. E para është që të mos i përsëris ato që ata në vazhdimsi kanë kritikuar si qasjet e njanshme, si sjelljet e njanshme të qeverisë së Kosovës, që pa paralajmërim të partnerëve ndërkombëtar ka intervenuar në pjesën veriore. Dhe kjo është njëra prej cilat ata kërkojnë një koordinim më të madh, një bashkëkoordinim se si do t'i qasen problemet e veriut, dhe tjetra jam i bindur që ka të bëjë sepse edhe me zbatimin e obligimeve që dalin nga bashkësia e komunave. Por mos harrojmë edhe një fakt tjetër që ndoshta nuk është i specifikuar, por është edhe një arsye reale, ka të bëjë edhe me telashet që kanë lindur edhe me gazin amerikan. Për shkak sepse Serbia po e fillon këtë proces të dialogut me SBA-t, pa u kurzuar që edhe ajo t'i kryejë obligimet e saj në raport me Kosovën, por për shkak sepse e njëjta është pajtuar që t'i diversifikojë
ta diversifikojë do thotë energjinë e saj duke i krijuar çështje gazit të lëngshëm amerikan. Dialogu strategjik i SBA-s me Kosovën kishte për qëllim forcimin e lidhjeve ekonomike dhe diplomatike në dobi të qytetarëve amerikan dhe kosovar. Analisti politik Arton Muhaxheri thotë se Kosova është mbrapa në këtë proces për shkak të qeverisë aktuale. Kosova do të humbë shumë sepse dialogu strategjik do të ka shumë nënkuptime, ka nënkuptime të zhvillimit ekonomik, partneritetit ekonomik, partneritetit politik, dhe është shumë dimensional dhe është i nevojshëm për situatën ose për në momentumin ku ndodhet Kosova. Madje kujtoj që në Serbia tashmë që ka filluar këtë gjë dhe ajo po avancon ndërsa Kosova po mbetet prapa me fajin e veprimeve të qeverisë Republikës së Kosovës. Këtë në pjesë e atyre marrëveshjeve në shkrimeve që i ka realizuar zoti Kurti në Bruxelles dhe në OER. Për këtë gjë kanë fjalën edhe Federa Flotën e Ligës, edhe pse u pezullu dialogu, pas edhe çështja e veriut ndërhyrja në formën se si ka bërë qeveria dhe pa u koordinuar me SBA. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti i Shtetit në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutime të nivelit të lartë që zhvillohen mes dy vendeve mbi një gamë të gjerë temash si mbrojtja, siguria mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjerë. Nërsa Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Fitore Pacolli ka njoftuar pas ditës se u ka shkëputur kontratat 20 punëtorëve serb në këtë ministri që nuk dilnin në vendin e punës. Pacolli ka thënë se ata njiheshin si pjesëtar të organizatës Mbrojtja Civile që parashihej të shuhej me marrëveshjet e Brukselit e që më vonë u shpall organizatë terroriste. Sipas njoftimit, ata ishin punësuar që nga viti 2016. Në një shkrim në Facebook, Ministria në Detyrë ka thënë se shkëputja e kontratës vjen pas mungesës së vazhdueshme në vendin e punës dhe në përputhje me rekomandimet e zyrës së auditimit. Është në edicionin me lajme të tjera. Kryetari i Skënderajt, Sami Lushtaku, së bashku me Ismet Haxhën, Rustem Rukollin, Recep Gjotën, Fatmir Mjakun, Skender Tahirin, Bajram Tibranin dhe Sheremet Jasharin janë paraqitur në gjykat në rastin ku akuzohen për vepra penale, krim i organizuar dhe friksim i 2 dëshmitarëve të mbrojtur në rastin Drenica 1. Në seancën e së premtës, Lushtaku ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Avokati i tij, Artan Qerkini, ka deklaruar se pas konsultimit me klientin janë pajtuar që ai të mos jap mbrojtje në këtë fazë të procesit. Ajo është pajtuar me sugjerimin tim që të mos jap mbrojtje në këtë fazë, pasi nga provat e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka dalë asnjë fakt i inkriminues kundër tij. Prandaj, konsideron se nuk ka arsye të jap mbrojtje dhe shfrytëzon të drejtën për të mbrojtur në heshtje, ka thënë Qerkini. Në heshtje janë mbrojtur edhe të akuzuarit Rustem Rukolli, Fatmir Mjaku dhe Skender Tahiri, ndërkaq Recep Gjota deklaroi se ka lexuar akt akuzën por mohoi akuzat që përmban ajo. Prokuroria pretendon se ata si grup kanë kryer veprat penale pengim të dëshmisë apo procedurës zyrtare dhe friksim gjatë procedurës zyrtare që nga qershori 2013 deri në shtator 2015 duke i detyruar 2 dëshmitar që t'i ndryshojnë dëshmitë e tyre në rastin Drenica. Akuzat në rastin Drenica lidhen me keq trajtim të civilëve në Likat gjatë luftës. Për të tashmë janë dënuar disa persona. Grupi Asamblesë të Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Prishtinës ka dorëzuar padin në Gjykatën Supreme kundër vendimit të kryetarit të komunës për rritjen e çmimit të biletave të transportit publik. Asamblestët e kësaj partie kanë kërkuar anulimin e vendimit dhe pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të tij deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Sipas arsyetimit të tyre në padi, kryetari i komunës Përparim Rama nuk ka kompetencë ligjore të caktojë çmimin e biletave të transportit publik. Kjo kompetencë sipas ligjit arsyetojnë asamblestët i takon kuvendit komunal.
Ata po ashtu thonë se vendimi krijon trajtim diskriminues duke vendosur çmime të ndryshme për të njëjtin shërbim publik vetëm mbi bazën e mënyrës së pengesës pa një justifikim objektiv dhe proporcional. Po ashtu grupi VV-s shton se vendimi është marrë në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë duke mos respektuar procedurat dhe standardet që kërkon legjislacioni në fuqi. Për këtë padi ende nuk ka një përgjigje nga ana e përparim Ramës. Transparencë dhe qartësi për konsumatorët. Kjo ishte kërkesa kryesore e fermerëve dhe kompanisë Vita, të cilët i bëjnë thirrje Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës të publikojë sa më parë rezultatin e analizave të qumshtit. Përfaqësuesi i fermerëve, Elvir Uka, tha se nuk po kërkojnë asgjë më shumë, posa asaj për çfarë janë dakorduar me Ministrinë e Bujqësisë që rezultatet e mostrave t'i dërgohen qumshtorës Vita. Sipas tij, kësaj do të përmirësohej imazhi i këtij brendi të qumshtit. Ne si shoqat jemi zotu tek Vita, se Ministria shumë shpejt do të publikojë rezultatet, por nuk ka asgjë konkrete deri më tani. Ju lusim që rezultatet e mostrave të 2/7/2026 të qumshtit Vita me vendim të posaçëm të i dërgohen qumshtorës Vita me njëherë, në mënyrë që të përmirësoj imazhin e qumshtit Vita, në mënyrë që automatikisht të mos ketë probleme të grumullimit të qumshtit në ditën e vijim. Për shkak të stoqeve të krijuara në qumshtorën Vita. Pra urgjentisht të merren masa në kontrollin e produkteve të importuara të dyshimta që përshiten në raftet tona me çmime shumë të ulta në mënyrë që sa më shpejt qumshtorët tona të rrisin grumullimin e qumshtit. Kurse Kushtrim Tigani, përfaqësues nga qumshtorja Vita, tha se ministri në detyrë i bujqësisë Armend Muja u ka thënë se rezultatet do t'i pranojnë më 10 korrekt. Unë si përfaqësues i Vitës dhe fermerat jemi dakorduar që qumshtin t'ia fillojmë marrjen e qumshtit pe fermerave dhe t'ia fillojmë le t'i publikojnë rezultatet. Rezultatet ministri tha do më vinë mua me datën 10, unë jam i obliguar t'ju dërgoj juve si qumshtore, pastaj për konferencë për shtyp, disa i përpunoj rezultatet 3-4 ditë do të dalë edhe unë me rezultatet e juja. Ndërsa antari i shoqatës së fermerëve të qumshtit, Fidan Krasniqi, u shpreh se po dëshirojnë publikimin e rezultateve. Ne po kërkojmë vetëm se rezultatet e qumshtit të datës 2 korrekt që janë marrë në qumshtore, që neve na thot kompania që kinse me pretendime se kanë kapur bërje të vajit palmës dhe qumshtit plu. Këtë po kërkojmë, që të krijojmë një qartësi në konsumator edhe një siguri tek fermerët, të cilët kanë domethënë besoni që kemi në mesin e fermerëve, ndoshta që është kriju një hamulli tash se çka pas ka ndodhur, pse janë kriju këto teprica. Mbyllja e qumshtorës Vita në Istog ndodhi pas një inspektimi të paparalajmëruar më 2 korrik, ku një grup prej mbi 20 inspektorësh të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe zyrtar të tjerë vizituan fabrikën. Kontrollet u nxitën nga vendimet e Ministrisë së Bujqësisë lidhur me përbërësit dhe pranimin e qumshtit. Agjencia për parandalimin e korrupsionit përmbylli javën e agjencisë me rastin e 20 vjetorit të themelimit të saj. Sipas këtij institucioni, për 20 vjet është rritur transparenca dhe besimi në luftën kundër korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për parandalimin e korrupsionit Yll Buleshkaj tha se institucioni që drejton duhet të jetë më shumë se një organ administrativ. Duhet theksuar se misioni i tij është i ndërtimit besimit të qytetarëve ndaj institucioneve. Që nga dita kur mora përgjegjësinë për ta udhëhequr këtë institucion, kam besuar se agjencia nuk duhet të jetë vetëm një institucion që administron procedura. Agjencia duhet të jetë një institucion që krijon besimin e qytetarit në institucionet e Republikës së Kosovës. Jo një institucion që ndërshkon, por që parandalon. Një institucion që udhëheq me shembull, një institucion modern, me një filozofi që kemi punuar gjithë këtyre viteve. Kemi përshpejtuar transformimin digital, kemi zgjeruar shërbimet elektronike, kemi rritur transparencën, kemi forcuar mekanizmat për deklarimin e pasurisë, për sinjalizimin, për konfliktin e interesit, për dhuratat zyrtare, për mbrojtjen e sinjalizuesve,
për vlerësime e rrezikut kundër korrupsion. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu tha se korrupsioni ndryshon vazhdimisht formën, prandaj lufta kundra tij duhet të jetë e pandërprerë për të mbrojtur besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit. 20 vjet janë dëshmi e pjekurisë së një institucioni, por kur misioni është mbrojtja e interesit publik, çdo vit është një provë në vete. Sepse korrupsioni nuk pushon kurrë. Ai ndryshon formë, kërkon rrugë të reja dhe përpiqet të deportojë aty ku institucionet dobësohen dhe ku vigjilenca zbehet. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Arjan Gashi tha se lufta kundër korrupsionit kërkon angazhim të përbashkët të institucioneve të drejtësisë, organeve të pavarura, ekzekutivit, shoqërisë civile dhe qytetarëve. 2 dekada punë në promovimin e transparencës, integritetit dhe parandalimin e korrupsionit përbën një kontribut të çmuar për ndërtimin e institucioneve demokratike, llogaridhënëse dhe forcimin e besimit të qytetarëve. Lufta kundër korrupsionit kërkon një qasje gjithëpërfshirëse, ku institucionet e drejtësisë, organet e pavarura, ekzekutivi, shoqëria civile dhe qytetarët veprojnë të koordinuar dhe me përgjegjësi të përbashkët. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit ka një rëndësi të veçantë. Ky bashkëpunim Gashi i bëri këto komente në ceremoninë e 20 vjetorit të themelimit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Nderuar shikues, këtu e përfundojmë edicionin e lajmeve, ndërkaq për informacionet më të fundit, klikoni në portalin ton RTV21.tv dhe në adresat e rrjeteve tona sociale.